Selam aleikum, më nderuar, kam një pyetje. A ka ndonjë urtësi që në jetën e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam nuk e gjejmë shembullin e marrëdhënies nuse vjerë? Domethënë nuk e kemi një model praktik se si ka qenë jeta e grave të pejgamberit alayhi salam me nënën e tij, pasi e dim se nëna i kishte vdekur kur ai ishte i vogël. Ne kemi shembullin e tij me marrëdhëniet, me bashkëshortet, me fshinjit dhe me njerëzit në përgjithësi. Por ky raport i veçantë nuk ka ekzistuar. A ka ndonjë urtësi apo mësim që nxjerrët prej saj, Allahu e shpërblet? Allahu shpërblet se pyetja. Po herë pa që bëjmë gjë. Allahu e shpërblet pyetësit apo pyetës. Wallahi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam isprovuar në sprova më shumë të sërsinet, është ligji Allahut të dënjëra që njerëzit mos provojnë pejgamberin e Allahut, është provu krenana dhe tek babai. Sallallahu alaihi wasallam, që u rrit jetim nga duart e tjerëve. Edhe wallahi, dhe ka kishte pas ndër, ka kishte pas nënën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që u ndalu me bënë lutje dhe dua për krenanëve, tek varri dhe tek babai. Kështu që Allahu u zgjat jetën prindërve për çdo vëlla që i ka prindri. Edhe Allahu va zbut zemrave këtë motrave, bashkëshorteve, të vëllezërve që të shërbejnë. Kemat e din të derën është një ligj, çfarë bësh do gjesh. Nëse ti si musliman dhe si muslimane, qoftë bashkëshorte jote në raport me vjeherin dhe me vjeherën, qoftë ti raport me vjeherin dhe me vjeherën nga anë e bashkëshortës, nëse ti si mirë, nëse ti ne kemi parim kërën në kullu i nësi husnë, thojmë në njerëzit fjallë mira, je vjeherit e vjeherës. Po a ka përplasje? Ka përplasje. Po nëse prindrit nuk e kanë atë dhurat që të ka dhuru ti Allahu fenë, ti si vlla, po bashkëshortës si motër, se kanë atë kuptimin e fesë, subhanallah, nuk ishka këtu zohë një zemër, një nane vjetën të qiri, një babi vjetën të qiri, me shtjelën tonë dhe si muslimane. Kemi shënotirë për fejnë sallallahu alaihi wasallam me jehudin, si dhe mirë. Ju s'mu jehudis mija shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vizitu. Prandaj ne kemi shënotirë edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka pas nënën gjallë, ka qenë i sprovuar me to, i shkoj ke varën dhe u privu. Shkëllu sallallahu alaihi xhelaluhu në bëj për atyre që u shërbet të mëdhenjve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vërtet nuk e ka pas nënën. Gjithë e dim këtë. Po a ka pas nëjë shërbim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Patjetër. Ku fatë namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një plakë e vjetër, e vetmuar. Shkote pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vizitonte atë plakë. Edhe e ndihmonte. Mas saj ishte dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Vepronte njëti veprim. Pastaj e ndjeki këtë tradit dhe këtë vepër të mirë, këtë vjetrit dhe vjetrat dhe Umeri. Kur vazhdon Umeri ta pasojë veprimin, çfarë i tha ajo? Ja, sot ka ndryshuar shërbimi. E që vite përpara, ma bote ushimi, ma zbute ushimi, ma bote, tash ushimi është pak ma jashpër, po të shkati. Ta Umeri, s'ka dërma do të asë për zgjallë me Ebu Bekër, po edhe si ke drujit, s'me bërë atë që bërë në ti. Prandaj vlla e motër, bëj për vjetrit. Vedi sa më është në thotë, lejse minna, nuk është prej nesh, nuk është muslimani mirë dhe muslimani mirë, aj apo ajo që zë respekton të madhin tonë, edhe nuk është në të vogmin tonë. A mundet t'ja bëj shërbimin vjerit dhe vjeherës, edhe të marrish rezultatet pa dëshirueshme? Patjetër, ndodhen. Edhe mund të ndodhe shumë i të rasteve. Pa jemi në dunjan e sprovave, ne? A jemi në dunjan e sprovave, po. Bëj sabër të sprovave. Jep të mirën që ka udhëzu Allahu xhel xhelaluhu. Edhe thuaj Allah, nëse vjerri dhe vjehra ime përbëj këto veprime raport me mua, o Allah mu mos më bëj mu të atiu. Nëse e furnizon Allahu fëmin tim me bashkëshorte, hajrit, unë t'jem i hajrit për atë re që vjen shpi, apo për atë bëju ti shërbëtire mirë, nëse si më tjetë, bëju ti. Prandaj, e lusë Allahu xhel xhelaluhu në bëj për ati që i respektojnë të mëdhej, edhe mu shërin të veshti. Edhe në lusë Allahu xhel xhelaluhu për ati që dhe ato që si njohin të shërbim. Duhet me përmend dhe një shembull konkret këtu. Tregoshi për një vllaj, unë nuk e njoh shumë atë vllau, po
Ndëgjova vetëm diçka të mirë, e lutem Allahu xhelalu xhelalu t'i shtoj vëllezërit aty dhe nëna që kanë edukuar këto breza. I kishin thonë një vëlla që kishte qenë në burg, o biri im, pse s'po del nga burgu që shumë ka dalë. Do shta nuk jam 100% i saktë ke fjalën që do të them, po ajo do të thënë më e madhe e ngjarjes. Kishte thonë Rejnon, në unë kam mundësi me dalë, po do të më fol keq për Hoxhën. Do më janë një akuz Hoxhës. Nuk e njeh kush bëhet fjalë, cila është e Rejnon. Apo çfarë fëmijë shkas për bë. Edhe ka thonë, o birë, vallahi, s'ka bëjha vallana, nëse ti thoni një fjalë për Hoxhën, të lirohesh me burgut. A nuk respektohet kjo nënë? Apo kjo vjehër? Allah i shtohë nënat të tilla, baballar të tillë, që kanë këto qëmime, që fëmijës veti thotë o birë, vetë mos u bëj bardhe nga kesë mbi Hoxhën, mbi ato që barë flamujnë e eksidimi, po bënë lecim për ta. E lusë Allahun, që asgjase jetë kësaj nëne, edhe nëse ka dru jetë, lusë Allahun xhelel xhelalu, të mëshirone. Allahu i shtohë sa më shumë shembuj të tillë, sepse në të vërtetë kemi nevojë për këtë shembuj. Kemi nevojë, subhanallahu tregohet për shumë raste nga jeta, subhanallahu. Nuk po e si shumë. Pritën e ratës.